67 deputet të Kuvendit të Kosovës pas shpërndarjes së legjislaturës së 9 kanë aplikuar për pagën kalimtare, edhe pse të njëjtit sipas shoqërisë civile nuk e kanë kryer asnjë punë gjatë kësaj periudhe. Privilegje të tilla nga monitorues të punës së Kuvendit po konsiderohen si të tepërta, derisa kërkojnë që të njëjtat të largohen dhe ligji të ndryshohet. Në bazë të përgjigjes së Kuvendit të Kosovës për Kosova Press, del në pas se 27 deputet të koalicionit Lëvizja Vetëvendosje, Guxo dhe Alternativa kanë aplikuar për pagën kalimtare nga gjithsej 48 deputet që ka pas ky koalicion. Në Partinë Demokratike të Kosovës kanë aplikuar 14 deputet për pagën kalimtare nga gjithsej 24 deputet sa ishin në legjislaturën e kaluar, kurse 12 ish deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë aplikuar për pagën kalimtare nga gjithsej 20 sa ka pasur. Në AK kanë aplikuar 4 deputet për pagë kalimtare nga 5 sosh sa kanë qenë. Ndërkaq në nisma socialdemokrate, vetëm një deputete ka aplikuar për pagën kalimtare, kurse nga komunitetet jo serbe kanë aplikuar 7 deputet. Nga radhët e komunitetit serb ka aplikuar për pagë kalimtare vetëm një deputet nga legjislatura e kaluar. E këto privilegje të deputetëve, hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, thonë se janë të rregulluara me ligj. Mirë po sipas tyre, paga kalimtare duhet të jepet me merit një deputeti e jo siç ka ndodhur në legjislaturën e kaluar, kur të njëjtit refuzojnë të konstituojnë kuvendin. Këto se cilat prej tyre pra janë rregullime ligjore të cilat patjetër që ndoshta kur janë hartuar ligjet si të tilla nuk është menduar që deputetët do të refuzojnë fillimisht të vetë konstituohen dhe që partia më e madhe refuzon apo bën përpjekje për ta mos formuar qeverinë. Kështu që një gjë e tillë nuk është paramenduar nga hartuesit e ligjit dhe se problemet e tilla edhe paga kalimtare kur të jepet një deputetit me merit dhe jo për shembull një deputetit siç ka ndodhur në legjislaturën e 9 ku nuk ka merituar as atë pagën bazë të cilën e merr deputeti përveç këtyre pagave kalimtare, për arsye që paga e cila ti e merr nga buxheti i Republikës së Kosovës duhet të shpërblehet me punë dhe ndershmëri. Paga bazë një deputeti është 1913 euro.